Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën. Imagjino për një moment këtë skenë të dhimbshme. Ti je ulur vetëm në dhomë, drita është e zbehë. Në dorë ke telefonin dhe por I lexon mesazhet e fundit nga personi që të do më shumë në këtë jetë. Ti je gjithçka për mua. Pa ty unë nuk jam asgjë. Por vetëm pak orë më parë, I njëjti person të tha fjalë që të goditën si thikë të nxehtë në zemër. Ose ndoshta nuk të tha asgjë dhe kjo heshtje të vrau ngadalë brenda. Pse ndodh kjo kaq shpesh? Pse njerëzit që të duan më shumë të lëndojnë më keq se kushdo tjetër? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike. Kjo është një plagë reale që mbajnë brenda miliona njerëz në Kosovë, në Shqipëri, në Gjermani, në Zvicër, në Suedi, kudo ku jetojnë shqiptarët. Në marrëdhënie romantike, në familje, në miqësi të ngushta. Dashuria më e fortë ka brenda saj edhe potencialin më të madh për të shkatëruar. Le të hyjmë ngadalë, shumë ngadalë në këtë të vërtetë. Kur dikush të do me tërë forcën e qenies së tij, ti bëhesh qendra e botës së tij. Ti je drita, ti je frymëmarrja, ti je arsyeja pse ai ngrihet në mëngjes. Por pikërisht sepse ti je kaq I rëndësishëm për të, çdo gjë që bën ti bëhet burim. Paniku të madh. Çdo moment kur ti ke nevojë për hapësirë, çdo sukses që ke patë, çdo jo që thua, ai e ndjen si një kërcënim ekzistencial. Dhe atëherë fillon cikli klasik, aq I njohur për shumë prej nesh, dashuri intensive, frikë e thellë nga humbja kontroll ose sulm lëndim emocional, ndjenjë fai dashuri edhe më intensive për të kompensuar. Ke jetuar këtë cikël shumë herë? Ke qenë në një lidhje ku të përqafonin aq fort sa të merrte fryma, por disa orë më vonë të shtynin larg sikur je armiku më I madh. Ke falur fjalë dhe sjellje që askush me dinjitet nuk do t'i falte, vetëm sepse në fund të ditës ai të thoshte, por unë të dua. Kjo është një nga paradokset më të mëdha të natyrës njerëzore. Sa më shumë të do dikush, aq më shumë fuqi ka për të lënduar. Sepse ai I njeh të gjitha pikat e tua të dobëta. Ai I di sekretet që nuk I ke treguar askujt tjetër. Ai e di saktësisht si të bëjë të ndihesh më I gjallë se kurrë dhe si të bëjë të ndihesh I vdekur brenda. Mendo pak për familjen. Sa herë një prind që të do me çmim të jetës të ka kritikuar, të ka krahasuar me të tjerët, të ka bërë të ndihesh I pavlerë, jo sepse të urren, por sepse ai vetë nuk u ndje kurrë I mjaftueshëm në jetën e tij. Sa herë një partner të ka thënë ti je I vetmi që më kupton dhe pastaj të ka lënduar pikërisht sepse ti e kupton aq mirë? Psikologjia moderne e shpjegon këtë me anxious attachment, stilin e lidhjes ankthore. Njerëz që kanë pasur lidhje të pasigurta në fëmijëri, kur të duan fort, kanë frikë ekstreme se do të braktisen. Dhe kjo frikë shndërrohet në xhelozi, në kontroll, në sulme pasive agresive, në heshtje që të lën pa ajër, në premtime që nuk mbahen. Dhe ti qëndron aty. Sepse dashuria është e fortë. Sepse mendon se kështu është dashuria e vërtetë, e dhimbshme. Sepse ke frikë se nëse largohesh, nuk do të gjesh kur dikë që të do aq intensivisht. Por le ta themi qartë dhe pa e zbukuruar, dashuria që të lëndon vazhdimisht nuk është dashuri e pjekur. Është një formë varësie emocionale e maskuar si pasion I madh. Le të shkojmë edhe më thellë në këtë plagë. Shumë herë, njerëzit që të duan më shumë nuk të lëndojnë sepse janë keqdashës. Ata të lëndojnë sepse nuk e kanë shëruar plagën e tyre të brendshme. Një burr që të kontrollon sepse ai vetë ka frikë nga vetmia. Një grua që të kritikon vazhdimisht sepse ajo nuk e pranon dot dobësinë e saj. Një mik që të tradhton sepse ai nuk di si të gëzohet për suksesin tënd pa u ndier I vogël. Carl Jung do të thoshte se ata po projektojnë shadojin e tyre tek ti të gjitha pjesët e errëta që nuk mund t'i pranojnë të vetja, xhelozin, pavlerësin, frikën nga braktisja, I hedhin mbi ty dhe sa më afër jesh ti. Aq më lehtë dhe aq më fort ta bëjnë këtë. Marcus Aurelius do të kujtonte me qetësi të stoike, ti nuk mund ta kontrollosh se si të do ose si të lëndon dikush. Mund ta kontrollosh vetëm reagimin tënd, kufit e tu dhe sa kohë je I gatshëm ta lejosh këtë cikël. Machiavelli do të ishte edhe më I drejtë për drejtë, mos u beso deklaratave të dashurisë. Shiko veprimet. Shiko interesin e tyre. Shiko se si të trajtojnë kur nuk marrin më atë që duan prej teje. Tani pyet veten sinqerisht, këtu në këtë heshtje, sa herë ke pranuar mungesë respekti sepse ke menduar, por ai më do shumë? Sa herë ke heshtur dhe gëlltitur dhimbjen për të mos humbur personin?
Sa herë ke menduar se nëse ti je më i mirë, më i durueshëm, më i kuptueshëm, më i falshëm, atëherë ai do të ndryshojë një ditë? E vërteta e hidhur është, shumica e njerëzve nuk ndryshojnë për ty, ata ndryshojnë vetëm kur ndjejnë se po të humbasin ty përgjithmonë. Dhe kjo mund të jetë momenti yt i fuqisë. Çfarë mund të bësh ti praktikisht? E para, prano realitetin pa iluzione. Jo çdo njeri që të do, di si të do në mënyrë të shëndetshme. Shumë duan me të gjitha plagët e tyre të pashëruara dhe të përdorin ty si ilaç për ato plagë. E dyta, filloni të vendosësh kufi të qartë, por me qetësi të plotë. Jo me drama, jo me britma. Kur të lëndojnë, thuaj me zë të qetë, kjo sjellje nuk pranohet më nga unë. Dhe pastaj mbaj atë kufi, edhe nëse të dridhen duar. E treta, punoni thellë me plagën tënde personale. Pse e ke lejuar këtë cikël kaq gjatë? Çfarë ke frikë të humbasësh nëse vendos kufi të fortë? Miratimin? Dashurinë? Frikën nga të qenit i vetëm? Kur ta shohësh këtë qartë, fillon transformimi i vërtetë. E katërta, ndërto një marrëdhënie aq të fortë me veten, sa askush tjetër të mos mund të shkatërrojë plotësisht. Kur ti e do veten thellë, dashuria e të tjerëve bëhet një dhuratë e bukur, por nuk është më oksigjen pa të cilin vdes. Ti meriton një dashuri që të ngren lart, jo që të thyej çdo 2 javë. Ti meriton njerëz që të respektojnë edhe kur të duan me pasion të madh. Ti meriton paqe të brendshme, edhe nëse ata nuk e kuptojnë kur nivelin tënd. Dhe po, disa do të largohen kur ti bëhesh më i fortë dhe më i pavarur. Por ata që mbeten do të duan ndryshe, më mature, me më shumë respekt, me më pak drama dhe plagosje. Mendo tani, thellë brenda vetes, cili është lëndimi më i rëndë që ende po e mban brenda nga dikush që të do? Sa kohë tjetër je i gatshëm ta bartësh këtë peshë? Dhe si do të duke jeta jote kur të vendosësh një herë e përgjithmonë, unë nuk pranoj më të lëndohem vazhdimisht në emër të dashurisë? Ndoshta ky është momenti për të dashur më pak ata që të lëndojnë dhe për të dashur shumë, shumë më tepër veten. Ky është fillimi i lirisë së vërtet emocionale. Faleminderit që dëgjove këtë bisedë të gjatë dhe të thellë deri në fund. Nëse të preku diku thellë në zemër, lër një koment, çfarë përjetimi ke ti personalisht me njerëz që të duan fort por të lëndojnë fort? Cila pjesë të goditi më shumë sonte? Në videon tjetër do të vazhdojmë të shkojmë edhe më thellë në mendje dhe zemër. Derisa atëherë ruaj mendjen tënde. Ruaj zemrën tënde. Dhe mos e lër askënd ta thyej pa të drejtë.